Një tjetër avantazh shumë i mirë është zhvillimi i mendimit kritik edhe planifikimit. Planifikimi çfarë do thotë? Të planifikosh do thotë që ti të ndërtosh një pjesë të agjendës tënde, një orar të caktuar ku ti të publikosh një video, të kërkosh dhe të ndërtosh videot e tua. Mendimi kritik ka të bëjë me dhënien e mendimit për situata të ndryshme politike, ekonomike, dhënien e mendimit për një program televiziv, për një lajm që ti dëgjon, për një mësim që ti e merr gjatë videove edukuese, për një komentar të ndryshëm. Zhvillimi i aftësive teknologjike, siç e përmenda edhe më parë, një nga karakteristikave e YouTube janë mësimet online për sa i përket aplikacioneve të ndryshme, videolojrave, për sa i përket teknologjive të ndryshme të cilat përdoren për montimin, regjistrimin dhe krijimin e videove për mbajtje në YouTube dhe në rrjetet sociale. Marrja e feedbackut. YouTube channel, vetë YouTube është videove të ndryshme, ekziston mundësia që nëpërmjet një like të vogël, nëpërmjet thumbs up ti mund t'i japësh një like, se thumbs up është dislike, që do thotë që video nuk të ka pëlqyer. Jemi të lirë të shprehni mendimin tuaj dhe nëpërmjet aplikacion pjesës koment, ti japësh një koment në qoftë për pëlqimin ose mos pëlqimin e videove të ndryshme që kanë persona. Ka një aplikacion që quhet Polls. Nëpërmjet Polls janë dy mundësi, nëpërmjet Polls ti mund ta krijosh nëpërmjet shkronjave ose nëpërmjet